Gjithsesi unë e kam lavdru, se mos kur provoj që t'i takoj liderët e subjekte politike, provoj në mënyrën më të butë thënë që të adresoj kritikat caktuara në para gazetarëve, presidenti vend, konferencën me gazetarë. Mirë po pastaj kam përshtypjen që presidentja se që i la disa gjona me rrjedhë që kam prit që të angazhohet për arsye se premtoj takime më të shpeshta me liderët e subjekte politike dhe tentimin për të gjetë diçka të konkretizuar në këtë ngërçin tonë politik. Shefja e shtetit se që i la disa gjona me rrjedhë, në shpjegimin tim e kam pa që prap duke ditur që pozicioni politik i saj është, ose ardhja në pozicioni politik i saj është me këtë modelin aktual që Kosova do duhet me ndryshu që presidenti mos zgjedhet nga kuvendi, po zgjedhet nga qytetari, për t'i dhënë autonomi më të madhe ose liri më të madhe në veprim, dhe pozicioni aktual i saj i cili është se që kam përshtypjen që edhe ajo provon të kalkuloj politikisht në çdo fjalë thonë në situatën aktuale. Sot kemi vetëm një paralemrim që është përgatit një land, ose është në përgatitje një land, mirë po nuk kemi shpjegim se për çfarë çështje do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, por është vetëm një lajm se ekipi juridik i presidentit është duke punuar në këtë drejtim, por nuk e pa shkërkon që flet për çfarë çështje, cila është çështja, por është shpjegimi që po presim njerë se si po rrjedhet çështja me shpjegimin rreth ndën e Akës. Në anën tjetër, javën e kaluar ka pasur edhe një takim të presidentës me përfaqësuesit e partive politike, ku është folur për zgjedhjet lokale. Dua të ndalem